më duket që ke tajten, duhet Edi Rama dhe e qeni draft statut kancelarit Scholz dhe I mirë si pas të e fatme? Këtina kancelarit Scholz dhe Macronit, presidentit frances. Qëre, të na, ai ekipi menaxhues, kër e ka qenë në Bruxelles, konkret sërbë. Bile njoni është deputete e vëqishit në parlament atje. Nuk bom zhurën të madhe, ekipi menaxhues. E boni Friedrich Herbert Stefan, duel me ta, so bot më pas. Po, qysh bre burë për këta s'po fletë kur, ku duel Edi Rama, vllai jo, në Shqip nisu bunomi që ka buni draft statut, po, e ka qy propozim, po pse mos mi quë? Kur jemi të marrëdhëniet, për shembull me ndërkombëtar, po flitet që Albin Kurti I ka prish marrëdhëniet, këtë shumë me shtetet. Me ko e ka mirë tash për momentin? Vallai, s'moj me gjithë. Me Erdoganin e ka mirë. S'moj me gjithë për i këtyne me Amerikë, qërë tash, kur qërto kështu Amerika, si ki pun të mirë, burë, shkurt. Vallai, njëherë nëse të thët diçka, ta di që s'ta harro kur. Me Britaninë e madhe, Zoti Kurti ka pas shumë ofër, ka qenë një ofër fort me ta, edhe këta ka nis ka pak me lëqur në rujë. Me Francë e pomë sa hati, do më nuk ka kur farë. Me Gjermani? Edhe Gjermania, ke kë Zoti... E me Turki? Emisari special I kancelarit Scholz, që ishte këtu, Zoti Sarazin, tha kjo është budallaki që keni bon veni. E tash, nëse I ka met ves Erdogani Kurtit, ja pof qykën e hajrit. Po, a? Por, unë mendoj që është gabim I madh pa Amerikën me hi edhe në mal tonën, do në është molyt, është mirë me vetë Amerikën, a bën me hi të prej dru. Po të se jena projekti tyme, shko Shqip. Po sponsori kryesori shtetësisë Kosovës, na ka bo shtet, na ka shliru edhe unë e ti po flasëm që tu, Shqip. Duke Shqip, po ngojmë kongë patriotike, me mësafer, me gjithë fol shteteve të bashkurat Amerikës. Do më nuk ka këtu kërfar pa njohore. Mjanë guhet deklaratat kërëministit Kurti Maharet që ka thonë, a I thot në vitin 2000, para një 6-7 vjetë, kene deklaratat tina që thot, mirë, aleate kena pas luft që na ka një mua, po Amerika nuk mundet me konë për tardhmen aleate. Kështu a kje, deklarat publike e tina. Qka ta më nërbeja, cila do tjetë e ardhmja e kërëministrit Kurti? A do t'ketë mos jemë mos besimi... Qëra, apo do me thonë kështu, Allah katonorqe, a me t'kallëzu kështu... Allah katonorqe. Vallohen kungull të kres kanë me qitë, që nuk kam I dit as ka po I vje. Për nështë ta e ko që më rëdzu vetën, edhe më ngritë përse I maj vëqeshme. Jo. Aj, nëse vazhdon, nuk mundet shqiptarët me ishti mu bo anti-Amerikan. E ka gabim të madhë. Na ka të rasu Ibrahim Rugova rrugën, edhe kur me lëshuat rrugë s'kem. U të bosha, pa u të bosha, që ta qenë. Shkurtimisht deshta, kur jemi të Veriu Mitrovicës, ti ke thonë që e din me emra se kush kanë qenë sulmusit. A mon është një 2-3 emra? Ja, I ka thonë Kurti ata, jo në. Po ande, po informacionet I ka morti ku buraj. Ti e Wikileaks. Ne instituti që na kemë zyret në Veri. Ishtë njoj ka thonë gabim? Ja, njëri paralizune dhe që të kalzojnë që ka bu. Ne jemi instituti, kemë zyret në Veri. Po. Zyret në Veri I menagjojnë janë serbe ato që e menagjojnë. Sigurisht. Unë jam drejtor ekzekutiv, po ajo e menagjojnë drejtnike, po te? E menagjojnë zyren. Dhe jo veç atje, na kemi edhe në Beograd zyre. Po normalisht, në drejtnike në kuptuat që shumë e tjera e ti. Na kanë dhonë dhonat qka po ndodhë. Na thanë, do simpatizues Crvena Zvezdës Beogradit, edhe të partizonit kanë hymë rajna në Veri, me të 29-ën, do onë 29 maj. Edhe tha, jënë edhe do me moska që po I veshin do harë minilashe, që ka qitë qimftyrës, tha, për ta po flitet që janë pjesë të gjandarmerisë sërbe, të trajnuam për kriza. Këtë informat që ma kanë dhonë mua sërbet e Veriut të zyresime, unë këtë informat e kom dërëzue në organet sigurisë Kosovës. E kjo është me dasht shtetin. A di kur të ka ditë Kurti, do të me dasht këtë shtet. Po na pëdojnë abër këtë shtet, që kjo është dashnia. Me shku me I kalzue organet të sigurimit që kemë probleme. Me I kalzue para se me ndodhë. Kjo është dashni. Unë kështu du shtetin. A o konë s'kena orë Fatmer, si mas te? Se I pom para disa dite këfori luj keme sërë, burë. Ngreshin kanupin. Jo, ata relaksun situatën dhe u bu mirë. U bu mirë që relaksun për këtë situatë. Po për shembull, shumica njerëzve që kanë qenë Verit Mitrovicës, domethënë të gazetarë ndryshëm, kameraman, sene,
e kanë ditë që është në një farë lloj skenori, burra. Kon skenora ja. Ja. Nuk më Pse u kry bashkë premtën? Si me plush në qyqenalën. Ka fillu të premtën. Kurti, kur i ka Po posi... i sa të premtën tjetër u kry, domethënë. Ngëm. Ja, dhe sot ka pos protesta. Po protest po jo, domethënë Jo të nivelet ashtu, është qetësu situata. dy qyqenalë sikur me plush më kon. Nëse që skenor, atëherë në më thonë kështu për shembull, Kurti kur i ka posin ja 15.000 serb, Dveriu të nisën në Beograd me shkunat mitingun e Vučićit, ky çat ditë ka quajtur këta kryetarët. A kupton, nëse është skenori Kurtit. S'po flasën i kujt, a është skenor? Se ka dalë senator, 2 senatorë amerikan, kënë të mërkurën të Kurti. Senator amerikan, demokrat republikan, i erdhën takim, i priti mrekullueshëm. Ata ndonë të kënaqën. Kur çka ndodhi, mas 2 ditë ky e boni këtë aksion, dolën ata senatorët amerikanë, thanë, na preve në Bezbur, që s'na kallëzove, tha neve fore që kemi marrë kësi, këtu e në deklarata të tyne, në Twitter i keni. Duel Blinkeni, duel në gjithë, dhe natyrisht që nëse o konë skenar, o konë i Kurtit, për mi botë që të farë mishmashtë. Qka ka ndodhe? Ata kryetari kësyri atë të ngratit, shka bre me 2% bre sa dre, nuk shka bre mu bu për kryetar, me të vëtu i qenë vetë, o burë dhe jotë. Sa vetë jema pak? 120, nuk është e pa mund që më bu kryetar, është legale, ke plotësu kushtetut, ligjin, këtë këtu, po 99%, 98% nuk po të pranojnë ty kështu. Dhe këtu duhet zgjidhje politike. Zgjidhja politike është Kurti me Vjosen, me Glaukun, me shkue, edhe më ungjë me ata krerët e listës sërbë atje. Me fol me ta. Se që ata janë përfasues popullit sërbë. Qka me i vot ashtë na? Na e nuk i zgjidhëm, kënë e zgjidhën sërbët. Edhen, prandaj, kjo është gabim, prandaj Amerika kështu ka tjetër, është e rrezikshme shumë që e çoi një herë policinë dhe dashni me shti Kforin në luftë. Kforin ka dashur me shti në luftë. Kur i sillshin ata Kforit, pa kujtoj që s'kishin mujt Kfori me qite me bo... Mi bo trush. Po aty masakri ish bo. A kupton? Pra, ka qenë rrezikshmëria në nivel shumë të lartë. A u konë rrezik për naj luftë, se shpesher disa analist në për media kështu thëshin që ko nashta mund më konë dhe me thonë piknisja, dikush ka thonë piknisja e luftës tretë botërore burë kësi konspiracione. Qërë rrezik i madh u konë dhe është hala, nuk ka kalu rreziku. A mendon që është Kosova dhe me thonë piknisja për me krizë në luftë tretë botërore? Mendoj që me këto veprimet Kurtit, kena me mrinë në një situatë shumë të pafavorshme për shtetin tonë. Se s'ka mundet me ndodhë tash. Tash, kë po thot që unë ashtu e këm bindjen, apo kur nashta po gaboj, por bindja jam është që kë nuk donë mi themelu këtë asociacionin. Kë nëse nuk donë mi formu asociacion,